dhe telefoni Belinda Ballukut pse nuk është prekur deri në këto momente. E fillojmë me Lelën më pas Zhikuta. Ta fillojmë me Lelën. Ishte kopshti e Edenit në orë të tëra. Dakord, në momentin kur fshati digjet, a kupton, vetëm ky lloj shpure mund ta bëj. Edhe nuk diskutohet këtu telefoni, nuk diskutohet këto gjëra. Unë të thash, nuk është futur në proces. Nuk është futur në proces. Po ecet proceduralisht për në kushtetuese se mos merr në një vendim atje që ta anulloj kushtetuesja dhe kjo të kthehet prapë në detyrë. A e kuptoni? Pra, delegitimimi i organeve i pushtetit gjyqësor, sepse pushteti gjyqësor është i ndarë nga pushteti ekzekutiv, edhe ky do tash të bëj mishmashin. Do që me duart e kushtetueses, siç e ka bërë shumë herë, ta kthej kushtetuesin në poligon politik. Dakor? Dhe i thot, thuaj ti, i thot, që GKK-ja dhe SPAK-u kanë ndërhyrë dhe kanë prishur Terezinë e qeverisë. Po kush do ta marrë të pandehur kryeministrin nesër, Belindën sot? Kush është ai organ kushtetues i cili merret me ndjekjen penale? Teatri Operas dhe Baletit? Ndoshta. Apo ndonjë bashki? Në rrethe. Kush do ta bëjë këtë punë? Pra, këta kanë lajfitur me dëshirë. Ne do presim, por nuk i shpëton dot Belinda Balluku kësaj pune, sepse siç do të shikoni dhe kjo është e parashikuar në ligj, çfarë do që të bëjnë, SPAK-u më njëherë do të filloj procedurën e kërkimit të imunitetit në parlament. Okej. Lejes për të marrë masa më shtrënguese. Mbani mend rastin Berisha ju? Sigurisht. Po, ai e deklaroi, ai diej ku ishte, edhe deklaroi që është antikushtetuese, e kërkoi Berisha personalisht, jo nëpërmjet kryeministrit se s'bëj fjalë, e kërkoi personalisht gjykimin incidental që po kërkojnë ta sot, edhe nuk e qasi Irena Gjoka, se bëhet nëpërmjet gjykatës në shkallë parë. E kërkoi me 1/5 të deputetëve. Dhe kjo gjykatë kushtetuese i tha nuk legjitimohesh. Kur sapo lexova dispozitën e nenit 134 GRMC, ku 1/5 të deputetëve legjitimohet për të vënë lëvizje gjykatën kushtetuese pikërisht për të verifikuar garancitë procedurale. E kuptova. Të lutem të kaloj ke Lela. Lela. Flavio e shkruara jo e largët na shërben atë deklaratën e famshme tashmë të Ramës që të guxoj SPAK-u dhe të vit kërkoj telefonin tim. Po. Tani me një lidhje logjike, telefoni i Belës, i zonjës Balluku që mungon, është në të njëjtën kohë dhe telefoni i Ramës që mungon. Sepse mendja ta do që zëvendëskryeministri dhe kryeministri komunikojnë me njëri tjetrin ndoshta më shumë se me askënd tjetër dhe por ra telefoni i zonjës Balluku, mendoj unë bie dhe telefoni, pra bie Rama e dorëzon telefonin pa e dorëzuar atë, duke dorëzuar telefonin e një varci. Po kjo është vetëm, pra unë jam duke bërë vetëm një lidhje logjike të ngjarjeve dhe të gjërave, sepse me thënë drejtën nuk më duhet fare, unë nuk mendoj që duhet tashmë telefoni i Belindës. Faktet janë aty, faktet janë të mjaftueshme. Ato që janë thënë, ato që kanë dalë, ato që madje i kemi ditur edhe pa dalë, gjurma e abuzimit në tunelin Llogaras, fakti i vjedhjes spektakolare me tunelin Llogaras është aty. Nuk ka nevojë për indicje anësore kur ke fakt, ke gjurmë, ke veprimtari kriminale o korruptive. Kaq mjafton për ta bitisur këtë gjë që ka nisur prej kohësh, sepse është edhe bitisja e një vjedhje tashmë prej një dekade në këtë vend mbi këta qytetarë. Pra nuk duhet një telefon tjetër për ta gjetë fillin e zvërtetës. Madje po ta çoj edhe më tej këtë që dua të them është që një telefon do nxjerrë edhe ca gjëra kështu garipash, ca gjëra të lezetshme që edhe ato do shkojnë për të mbuluar, pra do diskutohet më shumë për ku dëgjon
siç ishte vibratori dhe gjërat e tjera të ish zëvendëskryeministit tjetër Zollit Ahmetaj, se sa thelbi këtu është vjedhja, abuzimi, korrupsioni, kriminaliteti. Atëre parat ku janë? Dhe kaq, sigurisht për gjitha këto për parat janë bërë. Po ku janë parat? Po parat janë në offshore, ku tjetër? Në llogaritë bashkëpunëtorëve të familjarëve, e me radhë, pra tek rrethi më i afërt i njerëzve që i kanë dhënë këto firma, e kanë shpikur këtë gjeopolitik, këtë geostrategji dhe kanë realizuar këtë vjedhje. Nuk është, pra këta janë parat, ata që kanë hedhur firmat dhe kanë dhënë vullnetin politik për ta bërë këtë antivepër, këtë vepër kriminale të ndodhur, kanë edhe parat. Parat nuk kanë, këto janë vepra bamirësie, për para janë bërë.